Atëherë, erdhe me vizë. Po. Edhe qëndrove si turist. Atëherë erdhe me vizë turistike. Po. Edhe kishe ardhur me idenë për ta djegur vizën? Atëherë, apo ideja ishte kjo. Cili ishte objektivi jot? Objektivi ishte kjo që çuni do linte për 2 muaj. Mhm. 1 muaj gjysmë diçka e tillë. Doja që ti merr dokumentat çunit. Po. E kupton? Diçka që s'u arrit kurrë në atë lloj forme që Po doja. kush ta kishte thënë ty këtë? Kisha informacion nga thashë themet e tavolinave, shokëve, ku diun tash më thashë, po çkosh në Angli dhe të lindi çuni atje, ta regjistrosh ti fëmijën në emër dikujt, të tatit, këtij, tezës, djalit, hallës, Po. shokut, tagjës, e kupton, pa lidhje kot. Do marrë çuni british, pastaj do marrësh ti letrat nga çuni, e kupton? Ishte fantazi kjo, më Nuk ishte kur erdha vërtet. këtu, gjithçka ndryshoi. Për të përmbys bota. Në kuptimin e mirë, do me thonë, unë fillimisht erdha, okay, janë në këtë dolën, kam rrugë këtu familjar. Pra ke njerëz? Po kam. Po realisht më ka prit kunati im, vllajnusës që e falenderoj. Atë kohë më ka ndihmuar shumë. Dhe vazhdoi jeta. Ditën e dytë, tretën dola në punë. Mora kur kam marrë me lek. Kam pas 4000 pound me veti realisht kur kam marrë këtu. 4000 pound çfarë I kam bëre? pas. Si Atëherë more 4000 shtëpinë, po, duhet paguaje. Jo. Fillimisht kam jetuar me kunatin tim. Okej. 3-4 muaj të parë. Okej. Pastaj kam marrë shtëpi më vonë. Por fillimisht bleva një makinë, një furgon pune. Me ato lek që kishe marrë nga Shqipëria? Po. Unë se disha se do më dushin lek më vonë, se kisha ca punë tjera unë, se më dolen rrugës. Çfarë punash? Do lindë çuni. Do lindë çuni, do dushin lek përveç se gjërave që do bebi. Ka dali mohabet tjetër se unë si kisha prit. E kupton? Kur shkum në spital, bëra ato ca lëvizje unë, e regjistrova gruan ke spitali me lek, këtu me lek, edhe këtu ke spitali. Dhe i hapa GP në usës unë, për fillimisht dhe me thonë, më kërkuan mu 10.000 pound. Dhe nuk e dijet Pasi, këtë. se di unë, sepse ata kuptuan, masi quni lindi, Po. ata kuptuan që ne nuk jemi rezidentu. Në largum pasaportët. Po. Por unë isha në një situatë jo të mirë realisht. Pa ta të kërkoj numrin e NHS, po. Po, ta kërkoj numrin e GP-s, ne kishin GP realisht, nuk se kishin GP, por e kuptuan pastaj ata që ne nuk kemi rezidencë, se duhet kartën e rezident. E qartë. Por unë isha një siklet madh sepse nuk dia të flisja anglisht shumë mirë atëherë. Dhe nga një moment gëzimi që më lindi çuni, që ishte mirë, gjithçka që lindi, shkoi gjithçka në rregull. U kthye në një moment pastaj stresi, momenti i daljes. E kupton se do të paguajmë se kisha lek. Ç'është problem? Kujt i lypja lek borxh? Po këtu, me thënë drejtën, kjo punë e shtetit së drejtës dhe drejtë njëri të funksionon. Thanë, jo, ne do të lek në dorë. Si në Shqipëri ose si diku tjetër, dhe ne që fatun në shtëpia, i du me bank, po mund t'i paguash edhe më vonë, nuk ka problem. Pra mund t'i japë në kesh të për t'i paguar, që t'jemi sinqertë. Po, është e vërtet. Shumë mirë. Doli çuni, domethënë me gjithë muzika spitali. Po çdo jeta unë e kisha vazhdu për 1 muaj on and off punën ndërtim. I shok, një mik. E kupton e? On and off. E qartë, këtë shumën duhet ta paguaj dhe e ke paguaj. Po, kam pagu. Okej. E kam pagu. Jo 10.000 pound, kam pagu diku një 4.000 sa pound, sepse ata thanë kjo procesi i lindjes ka qenë normal, edhe nuk ka se fillimisht një herë e komplikuar, pastaj sa punë kanë pasur megjithatë. 4.000 pound. Po për ata që nuk e dinë, Ervin, dhe vinë kështu me këtë, vinë akoma me këtë idenë që po të lindësh aty, merr dokumentat, edhe janë përballur edhe me fatura pastaj të kripura. Duhet keni kujdes, siç e thash, siç ka ndodhur mua, kam thonë kështu tamam, kështu pa heka si pikë. Po. Qartë. Faleminderit që e sqarove dhe ndave këtë moment. Është shumë e rëndësishme. Është si live kjo, për podcast. Okej. Tani, siç ju thash dhe më herët, që ka ardhur momenti të njohim jetën e thjesht të një njeriu që fshihet pas biznesit, por realisht ju njihni vetëm sukseset e këtij njeriu, po se si ka qenë jeta e këtij njeriu deri këtu, ka ardhur momenti që ta rrëfejmë, apo jo. Thua që punove ndërtim. Ti nga një person që bëje një punë zyre në Shqipëri, erdhe dhe u përballe me një realitet shumë të vështirë. Nga një jetë që dilsha kur dosha, shkosha kur dosha. Pije kafen kur të duash. Pije kafe kur të duash. Kafe jo, Cirilon, kafe tamam. Ta shërben aty të ulesh me diellin e Shqipërisë. Exactly. Erdha këtu, kam marrë periudhë udhimi realisht, ka qenë data 16 tetor. Dhe
si një Ballkanas, si një njerëz që jeton në klimë mesatare, e din kur është dimër dhe kur është verë, tekun koha ka të bëj shumë. Ndikon në gjendjen psikologjike, shpirtërore. Psikologjike. Është tek të gjithë kjo. Absolutisht. Edhe vazhdova punë në ndërtim. Më duhej të çohem 5 mëngjesit. Do kisha 2 orë gjysmë me shku në punë. Dhe të vija në orën 7 darkës. 2 orë gjysmë edhe 3 se humja trenin e herë unë, hajde mësoj dekur kam mësu trenin atë, kam humja edhe të herë. Po pse ishte kaq e vështirë me pjesën e trenave? Nuk e dije se si shohim trener me tren. Sa kishin shpjeguar pak. Shohim, o ti zoj, e kupton, shohim në herën tren. As kisha hyrë në tren, Kur hera parë që kam hyrë në tren 2015. Çfarë? Tash hera parë mund kem hyrë në tren, e kupton, apo trenin prej Milanës në Paris për shembull themi. Kur kam marrë 2014 ku dosha me orë atëherë me orën e illegal. Po shohim ne, s'disha ku më zbrit si me dal, kush ishte e vështirë, e kupton? Po. Gjuhën pra barriera gjuhësore. Gjuha miu barbecue, e kupton? Kaq. Ishte okay. Hello, good you me too. Kaq. S'disha më, e kupton? Dhe vazhdova 3 muaj ditë tek një njohurimi që e falenderoj. Quhet Besnik Mala. Kam punuar me të patriotimin. Kam punuar rreth 3 muaj me një punë shumë të rëndë nga zyra në Shqipëri dhe të vish të punosh e punë të tillë është katastrofë. Dhe i them gruas, ora diçka, po do ikim në Shqipëri. Jo, si jo, po do më ikim në Shqipëri tash unë. Si ishte procesi i dokumentave në këtë moment që flasim? Ishte pa letra. Po ishim still me vizën. Po. Ishte 3 muaj i parë pra. Po. Lini çuni? Po. I thash ne letrat për çuni s'bëm. Po. Punë atje kemi sepse kisha shkuar në Shqipëri unë me gjithë nusën. Kishim mashu vizën. Po. Hajde shkojmë. Hajde ikim patjetër, s'kene pse më ne këtu kot. Jo. Po çfarë shikonte bashortja jote tek jeta këtu që ishte ajo në 3 muajshin e parë? Mendonte shkollën e fëmijës kur fëmia të rritet normalisht dhe normalisht siguria atëherë në atë kohë siguria, sot siguria zero për mendimin tim. Nëse. Dhe unë nisa me thënë drejtën të mendoj që okay, po provoj, po rri. Edhe gruaja të bindi. Ngruj, po. Gratë kanë pushtetin. Dhe boss. Normalisht, me dëgjoj gruan, po se dëgjoj, po nuk e dëgjove gruan, ai burrë nuk e dëgjon gruan, nuk është burr. Nuk të ka dal gabim. Jo, s'ka dal gabim. Okej. Duhet të jesh mirënjohës. Fundi jo, dakor. Jam mirënjohës. U binda që okay, do vazhdoj. Po. Vazhdova, dola pa dokumenta, normalisht nuk s'ka viza. Dhe puna vazhdoj e lodhshme, stresueshme, të gjitha gjërat, e kupton? Po si ishte? Na e përshkruaj, na tregon, nuk e kanë idenë se si është dita e një emigranti që nga mëngjesi ku zgjimi herët dhe deri në darkë. Dhe flasim për vitet kur rroga ishte shumë e ulët në. U çosha në orën 5. Nusja u çote normalisht ose përpara mbote edhe bukën. Le të bukën me vete, se s'di ç'në lekë, e kupton? Merrsha kafen. Një tasë që janë tasat e hekurit, çeçit, kafe me vete. Stacioni treni kam pas jetuar në Romford. Stacion treni. Aty punosha se harroj kur kam punuar në Hanger Lane. Acton, këtej nga East and West. Dhe kam marrë gjashtë pandit. Pisha cigare. I thet po një paketë cigare. 9 pound më lirë ose 7, nështë a bleshëm të këto shopet e Rumune. Dhe Qa ishin 60 pound në ditë në atë kohë? Asi gjo, u dhurova të bëja punë dytë. Kam shku me la pjata me në zonë pare, kupton? 2 javë pas të më kalu në banak, se unë s'disha me folë. 2 javë? 2 javë kam la pjata. Kam la pjata, 2 javë. Pas të më kalu në banak, se unë kisha punu realisht në barë. Kisha punu në barë timin dhe në barë kam punu dhe në Tiranë. Si ishte, po bëje gjitha të sakrificë? Exactly. A mendoje që ja vlente? Po, do e provoja, që bëja, kam provu dhe më Kishe një vizion të qartë se ku do të qonë për e rrugë? Jo. A e mendoje veten që do rrije në ato punë gjithë jetën? Jo, unë nuk e njoh veten shumë mirë, e dija se do rrija në atë punë. Bëjtë gjithë që më njohin mua dhe shokët e mi që më njohin mua kanë ditë thashë mua ti të vëndër tim, çfarë bëm, se morë me zhobë. Dhe një rast, pas punës ty që bëra bosha, ika nga i miku që vazhdova fillimisht dhe shkova në një kompani. Mora letat dikuj, letat
të më thonë, jo falsa, se le të ishin origjinale, po unë pretendoj se është personi tjetër që të punoja në zezë, kupton? Dhe ecën sot kjo strategji? po, akoma still. Ai shoku që mund kishte prezantu me menaxherin e firmës, me një të mirë, ishim rrit bashkë dhe kam ne 6 muaj punë aty dhe thonë ika sot ika nesër, ika sot ika nesër, ika sot ika nesër, ika sot ika nesër, deri kur një ditë erdhi një menaxher nga Hungaria dhe më tha mua pse s'e ke bë këtë. Më bërtiti. Ishte menaxheri ja. Ishte menaxheri jam dhe lash punën, ti lash punën. Edhe pastaj normalisht vazhdova 2-3 muaj tjerë punë ndërtim diku tjetër, por ajo se çfarë filloi, ajo se çfarë doja unë realisht dhe ku jam sot ishte një ditë shumë e bukur. Me mjekull, po ditë e bukur kështu në botën e biznesit. Vendosa deja një makinë. Kisha makinën time realisht, makinën personale. Po vendosa deja makinë shqiptare, Benz. Doja një makinë, ishte koha në fakt atëherë trendit makinave, të bukura, e transportit makinave. Sot, se di, atëherë të sjellje një makinë nga Anglia ishte... Po të laf në 2000, ky mohabet bëhet laf në 2017. Po. Në Bournemouth, në Marketplace, në Facebook, që një makinë Benz e klasi 2010-s, Bournemouth. 1850 pound, mala 1750. Shkova, hypa tre, më falë, me qëri shok. Shko me drejnë, shko me shok. E kam blej makinën. E kam marrë këne pa insurance. S'kishë më tërë? S'kishë patent. Patent shqiptare, po patent shqiptare në lejo, pa insurance. Po si lëvizja ti, se harrova të pyes ti more fugon? Jo, po, të more fugon për punën. Po si lëvizja ti deri te puna? Insurance kisha në emër dikujt tjetër, realisht. Heçja, kështu pa insurance. Unë nuk isha insurance. Sa të shkat që jeni? Po ta bëj një gjë, kupton? Pa insurance, kap një herë, 2 herë, pastaj futet edhe kriminal rekord, kupton? Kuptoj. Ka ndodhur të kesh precedente të tilla? Ja. Më ka dalë policia realisht 2-3 herë, po jo, nuk kam pas. Ja. Qartë. Falë Zotit. Jemi në rregull me ligjin këtu. Me fat. Dhe jo me fat, jo, se nuk është me fat e punë, është me si dhe po unë mund të kem pa insurance nuk është kriminal rekord. Nuk është një gjë e madhe. Nëse bleva makinën, po. Dhe mora e dërgova në Shqipëri. Atë makinë shita 5500 euro. E shite komplet si makinë? Po, si makinë është. Apo, okay. Jo, si makinë. Po kujt i interesonte në Shqipëri me krah? Interesonte atyre që kanë servise garazhe për pjesë. Vazhdon akoma sot ky interes për ta shitur makinën? Shqipëria është marketi më i madh që ka Ballkani perëndimor për sa i përket të lutem, na e trego, sepse ka shumë njerëz që dhe kështu vazhdoi historia ime. Bashkë me familjen time, pastaj me babain, me vllain, e me të gjithë njerëz që unë kam rreth afër. Vazhdum të biznes që unë sot e drejtoj. Çfarë të ka ndihmuar që të jesh i suksesshëm që nga fillimi i këtij biznesi deri sot? Kam shku prej shtëpisë në Romford e Newcastle, me bleni makinë 700 pound, një Benz i klasë edhe se kam blej. E kam lanë. Si ke shkuar? Jam nis prej këtu, prej Londre, deri Newcastle, 6 orë. Me transport publik. Po, jo, me makinë time. Po, më shku me makinë. Po. Për me blej se kam blej. Prej aty kam shku edhe 6 orë tjera në këtë kundër dhe prapë se kam blej. Pra kam ngulja, jam çu mëngjes, s'kam bën asnjë gjë deri në orën 2 natës për të kthyer në shtëpi, s'kam fituar as lek. Por kam ngulja ka qenë ajo që a të kërkon ndonjëherë harxhim kohe, harxhim nga xhepi, harxhim financiar. Po tjetër. Investimi një biznesi. Një biznes po nuk humbe, nuk fiton kurrë. Unë kam humbur shumë lek biznes. Ka pas momente që kam humbur edhe 100.000 pound biznes. Për një periudhë të caktuar 6 muaj orë. I kam humbur. Kam humbur sepse nuk ka shku ashtu sikur duhet. I kam humbur. Por po ti je tek krye familjar njëkohësisht dhe të kesh se janë disa kosto që duhet të jenë të mbuluara gjithmonë, domethënë, për sa i përket jetës familjare. Po, që tash unë ty tash, humbin e biznesi kam humbur 2022, gjë që unë kisha biznesin kam vazhduar në 2017. Po pra, kur humbe, na trego atë moment, sa i vështirë ishte ringritja dhe çfarë pasojash të shkaktoi. Kam qenë para pasqyrës, të një berberhanër të kuqet, dhe kam marrë vesh që do të thonë humbja fundit ishte rreth 25.000 pound, sepse
Pse mund të ndodhë në këtë biznes humbja? Sepse ti e merr e bleve e shet. Unë për shembull kam pas ble motora makinesh. Edhe motora. Po ti motora makinesh. Motora, okay. Motora makine, jo motora kështu më motora makinesh. Por që ishin motora quite expensive. Dhe disa motora nuk dilshin që nuk funksiononin. Dhe herën e fundit që unë kisha ble 10 motora të llojit Mercedes. Dhe 6 nga ato nuk funksionon, kam humbur 20.000 pound. 20.000 pound. E kupton? Motorat rrige klasi biles. Po ti nuk I kishe kontrolluar më përpara? Po sepse ai më kishte thënë personi që unë kisha ble, Po ka një siguri kur bëhet blerja. Kur blen në black market është different story. Kur blen as like normal to the main dealer, është different story. Pra, përveç asaj kam pas humbje në transport, kam pas aksidente të vogla, kam pas mungesën e pajisjes me licenca, gjobat, majme, kam hangër gjoba të janis në Itali dhe në Angli, në gjitha shtetet e Europës, Austri, Zvicër, Gjermani, Belgjik, Francë, Luksemburg, gjitha vendet, sepse nuk e kemi ditë të rregulluar fillimisht. E kuptoj, nuk qenë kaq e thjeshtë atë. Të menaxhosh dhe drejtosh në biznes. Shumë vështirë. Shumë vështirë sepse të bosh me rregulluaren e 6-7 shteteve të ndryshme të Europës. Çfarë thot Gjermani, çfarë thot Austriaki, çfarë thot Italiani, çfarë thot Francezi. Duhet të të pyes diçka, se ti ke përvojë tashmë në fushën e biznesit. Sa të janë përgjigjur njerëzit dhe sa të besueshëm kanë qenë rrjeti me të cilët ti bashkëpunon për ta mbajtur këtë biznes? Qoftë nga këtu deri në Shqipëri, flasim edhe për rrethin Realisht është shumë interesant. Ka njerëz që tentojnë të marrin, të përfitojnë, të gënjejnë. Të jemi sinqert, se ti e menaxhon nga këtu me një telefon. Po, punën e madhe që un kam, domethënë puna ime është e përshëndruar tek komuniteti me komunitetin shqiptar. Dhe un minimalisht, ja. Do përgjigjesh? Po, do përgjigjem patjetër, se un po të përgjigjesh. Është një humbje. Edhe është telefon nga Shqipëria, ë? Okej. Alo. Përshëndetje. Patjetër. Cila makinë vëlla? Makinë Sprinter, ai karotrece si kartë për Anglie. Kardje me barin shoku. Me barin. Po. Rregull shumë faleminderit. Përshëndet vëlla, respekt. Emri I tragetit? Po Adria do jetë, besoj se di se shoferi do di më mirë, po Adria. Adria. Po. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit. Ky ishte një klient I mi nga Shqipëria që ka marrë një makinë të vete, nga ka prostitut dhe unë e kam dërguar në Shqipëri. Po thoja që puna ime me shqiptarët është aq sa atraktive, impulsive, po është edhe shumë e dashur. Unë folem minimalisht me 50 veta ditë. Po minimalisht. Unë jam e bindur që kjo të ka bërë ty edhe fort, jo të fort, po të lidhur me këtë biznes, sepse ky biznes ty të ka krijuar ura lidhse mes Shqipërisë dhe Anglisë, kush e di dhe mes sa shteteve tjera ku ka shqiptar. Dhe kjo është shumë e bukur. Besoj ëndra e çdo emigranti është që të ndërtojë një jetë ku t'i jap mundësinë të qëndrojë në connect me vendin. Po patjetër. Një shqiptar në Kanada jetonte, më mori para 2 ditë telefon dhe më tha vëlla, kam një makinë në Kanada, më si do thosh patjetër. Edhe në Kanada. Në cilat shtete, na sqaro pak domethënë. Unë Shqipëri kam ble makina në Amerikë, Kanada, në Angli absolutisht, Gjermani, por ajo se ku unë I eksportoj makinat është në Shqipëri, Ballkani. Si ke gjetur ti klient? Si ke krijuar këtë lidhje në shtete tjera? Teknologjia dhe rrjetet sociale janë evolucioni I momentit të podcastit. Një anglez që unë e njoh dhe kam aty kë pjesa ku punoj. Komshi ortak të puna, më fal, po komshi ke puna ime. Më mori telefon, tha si e vëlla mirë, tha më fal, tha se çoj në mëngjes ish ora 8. Thashë s'ka problem. Tha o vëlla, tha nusja ime, tha I ka ra një shqiptari, I ka thy pasqyrën, tha tash ky tha nuk do më mlon, tha më thot jo kështu, jo ashtu, do shkoj me inshurancën, ne këtë se çam thot. I thash më kalo pak telefon këtu. Edhe më kaloi. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Si je mirë? Mirë, thash jam filoni. Thash çfarë problemi ka? Tash ka mundësi tutem tash mu treguj arsyeshëm më ata. Ai çuni që thash nga burreria, se e mora vesh direkt, tha po nga burreria. Tha po, tha më ka thy pasqyrën, thash atëherë. Ai thot ta paguaj pasqyrën, po vetëm mos ta bëj problem se ka më shku ka edhe një rast emergjencie me I tha ti,
You have Albanian friend, yeah. Don't worry, go. Pra, e la tikte papaguasi që dhe kjo tregon që ne shqiptarë, do të thonë jemi aq të mirë, por kena edhe të gjëra të këqija, që jemi sinqert. Sigurisht, do t'i përmirësoj. Ajo është do më t'i mirë. përmirësoj. Do të thonë 50% jemi shumë të mirë. Po, jemi njerëz të mirë, me Shumë zemër të mirë, edhe njerëz që ndihmojmë shumë. Tregova këtë që ta kuptosh se shqiptarët janë njerëz zemërgjër, janë njerëz të besës, të punës. E di çfarë më bën të ndihem shumë krenare si pjesë e këtij komuniteti është që shqiptarët po ndërtojnë biznese në vendet ku jetojnë, ku kanë krijuar tashmë jetesën dhe po bën sipërmarrës të njohur. Dëshira për punën dhe vullneti i mirë. Familja, ne kemi një gjë që e kemi shumë shenjë, kodi familjes. Familja është ajo që çfarë mban shoqërinë tonë. Dhe këmbkulja është ajo që çfarë bën shqiptarin të suksesshëm. Shumë e vërtet, kjo shumë e bukur. Shumë Kjo, saktë. që mendoj unë. Jo, është sakt, është sakt. Unë mendoj që një njeri suksesshëm vjen nga baza. Absolutisht. Ka një themel të fortë. Eksakt.